Kadri Kryeziu ka bërë thirrje urgjente që deri të dielën të votohet një qeveri e re, qoftë edhe e përkohshme, duke parandaluar se në të kundërt Kosova rrezikon të hyjë në kolaps institucional dhe financiar. Në një postim në Facebook, ai theksoi se vendi nuk mund të vazhdojë me duar të lidhura dhe se vetëm një qeveri me legjitimitet të plot ka të drejtë të miratojë buxhetin e vitit 2026, përcjell bota sot. Sipas tij, nëse partitë e mëdha nuk marrin përgjegjësi për të zhbllokuar situatën, atëherë bara bie mbi AK-n dhe Nismën për të krijuar një qeveri të përkohshme që do të shpëtonte shtetin nga paraliza politike. Në vim, postimi i tij plot, të dielën duhet të ketë qeveri qoftë edhe të përkohshme. Kosova nuk mund të ecë më me duart e lidhura. Të dielën kuvendi do të duhet të votojë një qeveri qoftë edhe qeveri të pakicës me mandat të përkohshëm. Vetëm një qeveri me legjitimitet të plot ka të drejtë dhe përgjegjësi ta miratojë buxhetin e vitit 2026 dhe ta dërgojë për votim përfundimtar në kuvend. Nëse shkohet në zgjedhje pa votuar buxheti, vendi hyn në paralizë institucionale. Nga 1 janari shteti nuk do të ketë para vetëm për paga nga 1 marsi, as për paga. Pason kolapsi i plot financiar dhe administrativ, kjo nuk është politik, është vetë shkatrim. Nëse partitë e mëdha nuk kanë guxim të marrin përgjegjësi dhe të bëjnë zgjidhje për qytetarët e Kosovës, atëherë bara bie mbi AK-n dhe Nismën. Është momenti që të paktën për 2 javë të votohet një qeveri legjitime që e shpëton shtetin nga bllokimi pas miratimit të buxhetit. Zgjedhjet mund të shpallen, po atë ditë shteti nuk mund të mbahet penge interesave partijake. Në këtë moment, përgjegjësia është akt dhe tarie, ka shkruar ndër të tjera Kryeziu.